Dashi. Sot mund të ndjeni si një flak që ndriçon në errësirë. Në dashuri, mos keni frikë të shprehni ndjenjat e vërteta, pasi kjo do të forcojë lidhjen tuaj. Puna sjell sfida të reja, por intuita është miku juaj më i mirë. Merrni vendime të guximshme dhe shihni si gjërat zhvillohen në favorin tuaj. Financat kërkojnë pak më shumë vëmendje, mos bëni shpenzime impulsive. Planifikimi do të jetë çelësi i suksesit ekonomik. Nëse ndjeni lodhje, ndaluni për një moment dhe merrni frym thellë. Caktimi i kohës për veten është esencial sot. Energjia pozitive është mbi ju, ndaj përdoreni për të ndjekur ëndrat që keni lënë pas dore. Kjo ditë ofron mundësi të reja që duhen kapur me besim. Demi. Dita e sotme ofron mundësi të shumta për të lidhur me miqtë dhe familjen, duke sjellë kënaqësi në zemrën tënde. Në dashuri, momentet e vogla janë ato që e bëjnë ditën të veçantë, prandaj kushto vëmendje detajeve që tregojnë dashurinë e partnerit. Në aspektin profesional, mund të ndjesh një nevojë për të riorganizuar detyrat e tua, çka do të ndihmojë në përmirësimin e efikasitetit. Financat duken të qëndrueshme, megjithatë ruajini një sy vigjilent mbi shpenzimet e tepërta. Shëndeti kërkon vëmendje, një shëtitje në natyrë do të të qetësojë dhe do të rigjallërojë frymën tënde. Mbaj mend, ngadalësia ndonjëherë është çelësi për të vlerësuar bukurinë që fshihet pas çdo përvoje të vogël të jetës. Binjakët. Ditën e sotme do të ndiheni veçanërisht kurioz dhe etur për të mësuar diçka të re. Çastet e qeta mund të sjellin frymëzim në lidhje me një projekt personal. Në çështje të zemrës, komunikimi i hapur mund të sjellë afërsi të thellë me partnerin. Nëse jeni ende të vepnuar, një takim i papritur mund të ndriçojë ditën tuaj. Në punë, të gjeni motivim të ri për të përballuar detyrat. Miqësi kreative do të vlerësohet nga kolegët tuaj. Financat kërkojnë vëmendje, shmanni shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni tek kursimet. Dita shfaqet e mbushur me energji pozitive dhe mundësi për të ndriçuar rrugën tuaj. Mos harroni të bëni një ecje në natyrë për të qetësuar mendjen dhe për të rigjeneruar shpirtin. Daforia. Sot do të ndihesh sikur zemra jote po nxjerr një dritë të re, plot shpresë dhe ëndra të bukura. Një bisedë me një mik të vjetër do të të japë këshillat e duhura për një situatë të ndërlikuar në punë. Duke dëgjuar me kujdes, do të kuptosh se ndonjëherë zgjidhjet vijnë nga vendet më të papritura. Në fushën e dashurisë, një gest i vogël mund të ketë një ndikim të madh, mos e neglizho mundësinë për të treguar ndjenjat e tua. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të bësh një planifikim afatgjallë. Kjo do të të japë paqe mendore dhe siguri. Relaksohu në mbrëmje me një libër të mirë ose një muzikë të qetë, duke u lidhur me veten dhe mendimet e tua të brendshme. Luani. Në këtë ditë të bukur tetori, qielli ju dhuron energji të freskët dhe ndriçues. Përqendrohuni në balancimin e ndjenjave dhe angazhimeve tuaja. Në dashuri, sinqeriteti do të hapë rrugë drejt një lidhjeje më të thellë. Mos hezitoni të shprehni atë që ndjeni. Në punë, një sfidë e re mund të shfaqet, por me qëndrueshmërinë tuaj, gjithçka do të shkojë në vendin e duhur. Mos u ngarkoni me stresin e tepërt, mbani mend se çdo gjë ka kohën dhe vendin e vet. Financat kërkojnë kujdes, por një mundësi e mirë është afër. Përqafoni energjitë pozitive dhe mos lini pas dore qetësinë e mendjes. Meditimi ose një shëtitje natyrore mund të sjellin paqe dhe qartësi në mendimet tuaja. Virgjëresha. Sot, intuita juaj do të jetë një udhëheqësi i vlefshëm. Në çështje të zemrës, është momenti për t'i dhënë vetes kohë dhe hapësirë, duke dëgjuar më shumë se sa flisni. Kujdesoni për detajet në punë, sepse një mundësi e fshehtë mund të shfaqet në horizont. Financat kërkojnë një vëmendje të veçantë. Shmangni shpenzimet impulsive dhe planifikoni për të nesërmen. Me qetësi dhe durim mund të arrini shumë. Energjia e ditës ju inkurajon të gjeni balancën midis detyrimeve dhe kohës për veten. Një shëtitje në natyrë ose një moment meditimi do t'ju mbush me qetësi dhe harmoni. Besoni në forcën tuaj të brendshme dhe mos e nënvlerësoni fuqinë e një buzëqeshjeje të ndershme. Peshorja. Nisja e ditës ju ofron një energji të qetë dhe reflektive. Ka ardhur koha të përqendroheni në marrëdhëniet tuaja emocionale dhe të ndjeni ndjesitë e vërteta që ju rrethojnë. Në dashuri, dëgjoni me kujdes partnerin. Fjalët e vogla sot kanë ndikim të madh. Në punë, qëndroni të hapur ndaj mundësive të reja dhe mos i anashkaloni detajet e vogla që mund të bëjnë diferencën. Financat janë të stabilizuara, por shmangni shpenzimet impulsive që mund t'ju destabilizojnë planin afatgjallë. Lini kohë për veten dhe meditim, pasi kjo do t'ju japë qetësinë e brendshme që kërkoni. Energjitë e harmonisë dhe balancës janë në favorin tuaj, duke ju ndihmuar të ndjeni të plotësuar dhe në paqe me gjithçka që ju rrethon. Akrepi.
Sot do të ndihesh i mbushur me energji, ndërsa vjet të ftojnë të shijosh çdo moment të ditës. Do të kesh mundësi të zgjidhësh çështje të rëndësishme në punë, kështu që mos hezito të tregosh aftësitë e tua. Në dashuri, është momenti i përshtatshëm për të shprehur ndjenjat e tua, duke ndërtuar ura më të forta me partnerin. Financat do të kërkojnë vëmendje të veçantë, përveç duart dhe hulumton mundësi të reja investimit. Kujdesu për shëndetin emocional dhe mos harroni të ndaleni pak për të reflektuar. Një mbrëmje relaksuese në dritën e qirinjve mund të jetë qetësi për të mbajtur balancën e brendshme. Ndiqni intuitën dhe dëgjoni zemrën tuaj për të udhëhequr rrugën. Shigjetari. Në këtë ditë të tetorit, energjitë e tua do të ndihen sikur janë në harmoni me universin. Dashuria do të lulëzojë në mënyrën më të ëmbël, duke sjellë momente të veçanta afërsie dhe mirëkuptimi me partnerin. Nëse je i vetëm, mos hezito të takosh njerëz të rinj, pasi mund të shfaqet një lidhje e re dhe emocionuese. Në aspektin profesional, idetë e tua novatore do të tërheqin vëmendjen e drejtuesve. Vendosmëria dhe dëshira për të përmirësuar do të sjellin frutet e tyre së shpejti. Sa i përket financave, kujdesu për buxhetin dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Gjej kohë për veten dhe relaksohu me aktivitete që të sjellin paqe. Dita premton të jetë një përzierje e bukur harmonisht dhe mundësish të reja. Bricjapi. Sot, një energji e veçantë do të mbush ditën tuaj me ndjenja pozitive dhe mundësi të reja. Në dashuri, tregoni kujdes ndaj komunikimit. Fjalët e zgjedhura me kujdes do të ndihmojnë në forcimin e lidhjeve. Në punë, është koha të vendosni plane afatgjata dhe të mos nxitoheni në vendimet e vogla. Financat kërkojnë një monitorim më të afërt. Vlerësoni shpenzimet duke pasur parasysh që kursimi është më i mençur se sa duket. Ndjenjat tuaja sot do të jenë të qeta dhe harmonike. Lejojini vetes të shijoni momente të vogla që sjellin gëzim të madh. Një ecje në natyrë mund të ushqejë shpirtin tuaj dhe të qetësojë mendimet. Mos harroni të jeni të duruar me veten dhe të tjerët. Përballoni me sfidat me qetësi. Ujori. Sot, universi të shtyn të ndalesh për një çast dhe të reflektosh mbi jetën tënde. Ndoshta është koha për të rishikuar prioritetet dhe për të bërë disa ndryshime të vogla që mund të kenë një ndikim të madh. Në dashuri, komunikimi i hapur do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Partneri yt mund të ketë nevojë për mbështetjen tënde të plotë, ndaj dëgjojë me kujdes. Në punë, mund të ndihesh i sfiduar nga një projekt i ri, por mos u trem. Aftësitë e tua do të shkëlqejnë dhe do të jep një mundësi për të treguar vlerat e tua. Financat duken të qëndrueshme, por kujdes në shpenzimet impulsive. Jepi kohë vetes për qetësi dhe meditim, pasi do të ndihmojë në harmonizimin e mendimeve. Peshqit. Dita e sotme premton momente reflektimi të thellë. Ndjenjat tuaja do të dallohen për ndjeshmërinë e tyre dhe mund të shfaqen në ndra të pazakonta. Në dashuri, besimi në instinktin tuaj do t'ju ndihmojë të shihni përtej sipërfaqes. Bisedat e sinqerta mund të sjellin një qartësi të domosdoshme në marrëdhëniet tuaja. Në punë, është koha të fokusoheni te detajet. Një projekt që keni lënë me njanë mund të kërkojë vëmendjen tuaj të menjëhershme. Financat duken stabil, por shmanni shpenzimet impulsive për gjëra që nuk ju nevojiten vërtet. Kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale duke kaluar pak kohë në natyrë ose duke medituar. Kujtoni se ndonjëherë qetësia e mendjes vjen nga thjeshtësia e jetës së përditshme.